Hyrje në psikologjinë e errët të mashtrimit njerëzor. Njeriu mesatar gënjen diku midis 2 deri në 10 herë në ditë. Disa janë gënjeshtra të bardha të krijuara për të lubrifikuar ingranazhet e ndërveprimit shoqëror, ndërsa të tjerat janë shtrembërime të qëllimshme që synojnë të mbrojnë interesat personale, të fshehin fajin ose të manipulojnë perceptimin e tjetrit. Por, pavarësisht sa i stërvitur mund të jetë një gënjeshtar, truri njerëzor ka një tradhtar të lindur, sistemin nervor autonom. Kur ne gënjejmë, truri ynë duhet të punojë 2 herë më shumë. Ai duhet të krijojë një realitet të rrem, ta mbajë atë koherent me të vërtetën dhe njëkohësisht të monitorojë nëse personi tjetër po e beson atë. Ky proces quhet ngarkesë kognitive dhe është pikërisht ky tension mendor që shkakton rrjedhjet e para të informacionit përmes gjuhës së trupit, e veçanërisht përmes lëvizjeve të syve. FBI dhe agjencitë e tjera të inteligjencës nuk mbështeten te intuita apo te fati. Ato mbështeten te shkenca e sjelljes. Për dekada me radhë, ekspertët e tyre kanë rafinuar teknika që lejojnë një vëzhgues të mprehtë të deshifrojë të vërtetën në më pak se 30 sekonda. Nuk bëhet fjalë për një magji, por për një kuptim të thellë të mënyrës se si hemisferat e trurit ton lidhen me lëvizjet e muskujve të vegjël të syrit. Sytë nuk janë vetëm dritaret e shpirtit, por janë edhe ekranet ku shfaqet procesimi i të dhënave nga truri ynë. Kur dikush pyetet për një kujtim, truri i tij akseson një zonë specifike. Kur dikush pyetet të krijojë një gënjeshtër, ai akseson një zonë krejtësisht tjetër. Këtu fillon loja e vërtetë e detektivit. Mekanizmi i accessing-cues dhe neurolinguistika. Për të kuptuar teknikën e FBI-s, duhet fillimisht të zhytemi në konceptin e shenjave të aksesit vizual, accessing-cues, një teori që buron nga programimi neurolinguistik, ALP. Edhe pse jo çdo lëvizje është 100% universale, ekziston një model dominues të njerëzit që përdorin dorën e djathtë dhe shpesh anasjelltat e mëngjarashët. Parimi është i thjeshtë. Kur ne shikojmë lart dhe majtas nga këndvështrimi ynë, ne po kërkojmë një imazh të ruajtur në memorie. Kjo është e vërteta vizuale. Kur ne shikojmë lart dhe djathtas, truri ynë po ndërton ose po fabrikon një imazh. Kjo është konstruksioni vizual. Paramendoni si kur pyetni partnerin tuaj, ku ishe mbrëm në orën 10, nëse sytë e tyre lëvizin lart dhe majtas, ata po vizualizojnë vendin ku ishin në të vërtetë. Ata po shohin kujtimin, por nëse sytë e tyre fluturojnë lart dhe djathtas, ata mund të jenë duke ndërtuar një skenë që nuk ka ndodhur kurrë. Ky dallim prej milisekondash është dallimi mes një dëshmie të sinqertë dhe një mashtrimi të sajuar. Megjithatë, një profesionist i vërtet nuk nxiton kurrë në konkluzione vetëm me një lëvizje. Ai kërkon bashkësinë e sinjaleve. Gënjeshtra është si një mozaik. Një guri vetëm nuk e tregon figurën, por kur syt kombinohen me një rritje të shpejtësisë së pulsimit të qepallave apo me një shtrëngim të buzëve, mozaiku fillon të marrë formë. Pse dështon kontrolli i vetëdijshëm gjatë marrjes në pyetje? Pyetja që lind shpesh është: nëse një gënjeshtar e di këtë teknik, a mund ta kontrollojë ai veten? Përgjigjja e shkurtër është: thuaj se asnjëherë në mënyrë të përsosur. Arsyetimi qëndron te mënyra se si është ndërtuar truri ynë. Ne kemi atë që quhet sistemi limbik, i cili është pjesa reaktive dhe emocionale e trurit ton, dhe neokorteksin, pjesën racionale. Gënjeshtra kërkon një përpjekje të madhe nga neokorteksi për të menaxhuar rrëfimin, por sistemi limbik nuk di të gënjejë. Ai reagon ndaj stresit të mashtrimit duke lëshuar kortizol dhe adrenalin. Kjo gjendje stresi shkakton mikrolëvizje që janë pothuajse të pamundura për të shtypur. Për shembull, kur dikush gënjen, enët e gjakut në sy mund të pësojnë ndryshime të vogla, ose bebzat mund të zgjerohen për shkak të aktivizimit të sistemit nervor simpatik. Një gënjeshtar mund të përpiqet të mbajë kontaktin me sy më shumë se ç'duhet. Një mit i zakonshëm është se gënjeshtarët i shmangin syt. Në fakt, gënjeshtarët e stërvitur shpesh ju ngulin syt në mënyrë agresive për të parë nëse po e besoni gënjeshtrën e tyre, duke harruar se ky lloj kontakti është i panatyrshëm dhe kapet menjëherë nga një agent i FBI-s. Sinqeriteti ka një ritëm, mashtrimi ka një performancë. Protokolli i bazës, Baselining, hapi i parë kritik. Përpara se të aplikoni teknikën e 30 sekondave, duhet të kuptoni një koncept që agentët e inteligjencës e quajnë baselining ose vendosja e linjës bazë. Çdo njeri është unik.
Disa njerëz mund të shikojnë djathtas kur kujtojnë diçka thjesht sepse ashtu janë programuar biologjikisht. Prandaj, fëmia nuk fillon kurrë me pyetje akuzuese. Ata fillojnë me pyetje të nxehta por neutrale. Si e kalove fundjavën? Cili ishte filmi i fundit që pe? Si quhej mësuesja jote e fillores? Gjatë këtyre përgjigjeve, ku personi nuk ka asnjë arsye për të gënjur, ju vëzhgoni lëvizjen e tyre natyrale të syve. Nëse ata shikojnë lart majtas kur kujtojnë mësuesen, atëherë ajo është zona e tyre e të vërtetës. Pasi keni vendosur këtë hartë mendore brenda 20 sekondave të para të bisedës, ju hidhni pyetjen kritike. Nëse në atë moment drejtimi i shikimit ndryshon rrënjësisht nga linja bazë, ju sapo keni kapur një anomali kognitive. Kjo anomali është ymi që tregon se aty diku ka një zjarr. 6 drejtimet e shikimit dhe kuptimi i tyre i fshehur. Le t'i zbërthejmë këto lëvizje me imtësi, sikur po analizojmë një pamje në lëvizje të ngadalë. Kur një individ pyetet për diçka që duhet të mbajë mend, procesi i kërkimit mendor manifestohet fizikisht, lart dhe majtas, vizualisht e kujtuar. Këtu truri po akseson imazhet reale. Nëse pyetni dik çfarë ngjyre kishte këmishën dje, dhe ai shikon këtu, ai po sheh këmishën në arkivën e tij mendore, lart dhe djathtas, vizualisht e konstruktuar. Ky është procesi i krijimit. Nëse e pyetni si do të dukej një elefant roz me pika jeshile, personi do të shikojë këtu. Por nëse pyetja është ku ishe mbrëm, dhe ai shikon këtu, ai po vizaton një vend ku ndoshta nuk ka qenë. Anash dhe majtas, auditivisht e kujtuar. Këtu aksesohen tingujt, këngët, zërat e njerëzve, zhurmat e ambientit. Çfarë të tha saktësisht? Shikimi anash majtas tregon përpjekje për të riprodhuar tingullin e vërtet. Anash dhe djathtas, auditivisht e konstruktuar. Kjo ndodh kur dikush po krijon një tingull ose një bisedë që nuk ka ndodhur. Është zona ku fabrikohen citatet e rreme. Poshtë dhe majtas, dialogu i brendshëm. Kjo është zona ku ne flasim me veten tonë. Kur dikush është në dyshim, kur po peshon opsionet ose kur po përgatit se çfarë do të thot më pas, sytë e tij shpesh ulen në këtë drejtim. Poshtë dhe djathtas. Kjo lidhet me ndjesitë fizike dhe emocionet. Nëse pyetni si u ndjeve kur fitove atë çmim, personi mund të shikojë poshtë djathtas për të rikthyer atë ndjesi në trupin e tij. Kuptimi i këtij kodi është si të kesh një titull për çdo mendim që kalon në kokën e tjetrit. Megjithatë, sfida e vërtet është t'i shohësh këto lëvizje brenda fraksionit të sekondës, sepse ato shpesh pasohen nga një maskë që personi vendos menjëherë pasi ka aksesuar informacioni. Për të përmbyllur këtë analizë të gjerë mbi artin e deshifrimit të mashtrimit, duhet të kalojmë nga lëvizje drejtuese të syve te detajet pothuajse mikroskopike që ndodhin brenda dhe rreth orbitës së syrit. Nëse drejtimi i shikimit na jep hartën e mendimeve, atëherë bebëzat, qepallat dhe rrudhat e vogla anësore janë motori që tregon se sa shumë po nxehet truri në presionin e gënjeshtrës. Brenda këtyre 30 sekondave finale, një vëzhgues i trajnuar i fëbis nuk kërkon vetëm drejtimin, por kërkon atë që quhet rrjedhje emocionale. Bebëzat dhe sistemi nervor autonom. Sinjali që nuk mund të falsifikohet. Ndryshe nga lëvizja e syve, të cilën një aktor i mirë mund ta disiplinojë deri diku, zgjerimi i bebëzave, mydriasis, është një reagim tërësisht i pavullnetshëm. Kur ne gënjejmë, truri ynë përjeton një rritje të menjëhershme të ngarkesës kognitive. Ky stres mendor aktivizon sistemin nervor simpatik, i njëjti sistem që na përgatit për luftë ose arati. Kur ky sistem aktivizohet, bebëzat zgjerohen për të lejuar më shumë dritë të hyjë, duke përgatitur trupin për një rrezik të perceptuar. Nëse gjatë një pyetje kritike vëreni se bebëzat e personit zgjerohen papritur, pa pasur ndryshim në ndriçimin e dhomës, ky është një tregues i fortë se truri i tyre po pompon adrenalin. Gënjeshtra është në thelb një akt frike, frika nga kapja. Ky reagim fiziologjik ndodh brenda milisekondave dhe është pothuajse i pamundur të kontrollohet me vullnet të pastër. Agjentët e FBI shpesh pozicionohen në mënyrë që drita të jetë konstante, pikërisht për të parë këtë shkreptim të bebëzave që tradhton gjendjen e brendshme të subjektit. Ritmi i pulsimit të qepallave dhe efekti i mbingarkesës. Një tjetër element, ky që është frekuenca e pulsimit të qepallave. Njeriu mesatar pulson syt rreth 15 deri në 20 herë në minutë. Megjithatë, kur dikush fillon të konstruktojë një gënjeshtër komplekse, ndodh diçka interesante.
Shpejtësia e pulsimit shpesh bie ndjeshëm gjatë kohës që gënjeshtra po thuhet. Kjo ndodh sepse truri është aq i zënë me fabrikimin e historisë, sa që harron të dërgojë sinjalin për të pulsuar syt. Por, sa po gënjeshtra mbaron dhe personi mendon se ja doli, ndodh një shpërthim kompensues. Syt fillojnë të pulsojnë me shpejtësi të lartë, deri në 80-100 herë në minutë. Ky quhet blink spike. Nëse shihni këtë model, një vështrim të ngrirë gjatë përgjigjes, i ndjekur nga një pulsim i shpejtë sapo mbaron fjalia, ju sapo keni parë çlirimin e stresit pas një mashtrimi. Brenda 30 sekondave, ky cikël është një nga provat më bindëse të fajit ose fshehjes. Mikroshprehjet dhe maska e duqene. Fbia kushton vëmendje të madhe edhe muskujve rreth syve kur dikush buzëqesh ose tregon keqardhje gjatë mbrojtjes së vet. Një gënjeshtar shpesh përdor një buzëqeshje sociale për të dukur i pafajshëm, por një buzëqeshje e vërtetë e njohur si buzëqeshja duqene përfshin muskulin orbicularis oculi, i cili shkakton ato rrudhat e vogla këmbpule anash syve. Shënim i rëndësishëm. Nëse dikush po ju thot se është i lumtur që po ju ndihmon, por sytë e tij mbeten të ftohtë dhe pa rrudha ndërsa vetëm goja lëviz, ju po shihni një maskë. Sytë nuk gënjejnë dot për gëzimin. Ata ose përfshihen ose tregojnë të vërtetën e një emocioni të ngrirë. Teknika e fbis për të mposhtur gënjeshtarin. Pyetja e tërthortë. Për t'i bërë këto 30 sekonda vërtet efektive, agjentët përdorin një truk mendor. Ata rrisin vështirësinë e gënjeshtrës. Nëse dyshoni te dikush, kërkojini t'ju tregoj historinë mbrapsht nga fundi në fillim. Një person që thot të vërtetën e ka të lehtë të lëviz në përkujtimet e tij, lart majtas, sepse ato janë imazhe statike. Një gënjeshtar, nga ana tjetër, ka ndërtuar një skenar linear. Nëse e detyroni të kthehet mbrapsht, ngarkesa kognitive bëhet e papërballueshme. Sytë e tyre do të fillojnë të lëvizin në mënyrë kaotike në të gjitha drejtimet, duke kërkuar të mbajnë në këmbë një kështjell rëre që po shembet. Të mësosh të lexosh syt nuk do të thotë të bëhesh paranojak, por të bëhesh i vetëdijshëm. Në fund të ditës, kjo teknikë fbis bazohet e një parimi thjesht: mungesa e përputhjes. Nëse ajo që thot goja nuk përputhet me drejtimin e shikimit, madhësinë e bebëzave apo ritmin e pulsimit, atëherë vërteta po fshihet diku në mes. Gjatë këtyre 30 sekondave, mos u fokusoni vetëm te një shenjë. Kërkoni tufën e sinjaleve. Një lëvizje lart djathtas, ndërtim vizual, e shoqëruar me një prekje të hundës, irritim i kapilarëve nga stresi, dhe një rritje të pulsimit të syve në fund, është një rojal flush i mashtrimit. Me praktik, ju do të filloni ta shihni botën jo vetëm përmes fjalëve, por përmes dritareve që njerëzit harrojnë t'i mbyllin sytë e tyre.